Arapi dritën jeshile amnistisë penale, Ministri i Drejtësisë bën të ditur se prej saj do të lirojnë me njëherë 447 persona, ndërsa do të përfitojnë ulje dënimi 853 të tjerë. Amnistohen edhe 5.000 të tjerë me masa administrative. Në gjykatën e Durrësit po mbahet seanca për rivlerësimin e masave të sigurisë të dhëna në mungesë për 20 persona të arrestuar për mbetjet e kurum. Ndërkohë 13 persona të tjerë, përfshi edhe administratorin e kompanisë, vijojnë të jenë në kërkim. Kryetari i Partisë Demokratike thotë se pengimi i drejtësisë për dosjet që SPA ka për qeverinë po rrezikon procesin e integrimit. Berisha përjashtoi çdo mundësi bashkëpunimi me mazhorancën për të ndryshuar ligjet e reformës në drejtësi. Dhëndri ish kryeministrit Sali Berisha, Jamar Bërmaltezi, akuzon SPA-kun se ka mashtruar dhe manipuluar vendimin për privatizimin e ambienteve të klubit Partizani. Ai thotë se mes prokurorit dhe gjyqtares ka komunikime ekstraligjore. Reshjet e shiut kanë rikthyer sërish përmbytjet në vendin tonë. Në Himar, Porroi që kalon mes qytetit doli nga shtrati duke përmbytur disa rrugë, ndërsa në Durrës pati rrëshqite dherash në zonën e Currilave. Sinoptikanët thonë se i gjithë shkurti do të jetë me shi. Në Norvegji janë hapur hetimet për ish kryeministrin Jagland për shkak të lidhjeve me Jeffrey Epstein. Jagland, që ka mbajtur edhe postin e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Evropës në komunikimet me Epstein, raportonte edhe një vizitë në Tiranë. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Këshilli i ministrave i ka hapur dritën jeshile amnistisë penale. Ministri i Drejtësisë bën të ditur se prej saj do të përfitojnë lirim të menjëhershëm 447 persona, ndërsa do të përfitojnë ulje dënimi 853 të tjerë. Amnistohen edhe 5.000 të tjerë të dënuar me masa administrative. Qeveria miratoi në mbledhjen e kësaj të premte amnistin penale, e cila sipas ministrit të drejtësisë Besford Lamallari do të lirojë nga qelia mbi 400 persona dhe do të ulë dënimin për rreth 900 të tjerë. Efektet e saj do të shtrihen edhe në pushimin e ndjekjes penale për mira procedime. Plot 447 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm dhe 853 të tjerë ulje dënimi. Ndërkohë, nga shërbimi i provës, amnistohen 5.077 të dënuar me masa alternative. Për më tepër, duke filluar nga viti 2024, pushohet ndjekja penale për plot 14.000 procedime për vepra të lehta. Për Lamallarin, kjo amnisti është një qasje drejt riintegrimit të qytetarëve, pasi drejtësia nuk mund të jetë vetëm dëshkim. Nuk bëhet fjalë për tolerancën e krimit, por për një qasje të matur që synon reintegrimin dhe përdorimin më efikas të drejtësisë penale, teksa ne po punojmë fort për të ulur përdorimin e panevojshëm të parabugimit në përputhje me shqetësimet e drejta të ngritura nga Këshilli i Evropës, si dhe në raport me standardet evropiane. Ministria bëri të ditur se nga amnistia nuk përfitojnë subjektet e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Pas miratimit në qeveri, projekt ligji do të depozitohet në kuvend, ku do të nisë shqyrtimi në komisionet parlamentare dhe më pas do të kalojë për miratim në seancë plenare. Në gjykatën e shkallës së parë në Durrës po mbahet sot seanca për rivlerësimin e masave të sigurisë që janë dhënë në mungesë 3 ditë më parë për personat arrestuar për mbetjet e kompanisë Kurum. Zhvillimet atje po i ndjek nga afër gazetarja jonë Enkeleda Arapi, të cilën e kemi në një komunikim të drejt për drejt. Enkeleda, të përshëndes, çfarë ka ndodhur deri më tani në seancë dhe kur pritet të mbarojë vlerësimi i masave? Ive, të përshëndes, seanca e cila ishte parashikuar të nisej që prej orës 9 të mëngjesit nisi me 2 orë vonesë për shkak se një pjesë të burgosurve nuk arritën të mbërrijnë në kohë në gjykatën e Durrësit, ndërsa më pas, në momentin që nisi, disa prej avokatëve kërkuan më shumë kohë për të njohur me dosjen, kjo bëri që seanca të rifillonte në orën 13 të ditës së sotme. Për shkak të volumit të lartë të dosjes, por nga ana tjetër edhe personave të arrestuar, është parashikuar që seanca të përfundojë rreth orës 18-19 pas ditës së sotme. Enkeleda, po me personat e tjerë që janë në kërkim, a ka zhvillime të reja? Nga ana e policisë së Durrësit, gjithashtu edhe policisë së Tiranës, ashtu sikurse edhe Elbasanit bijojnë kërkime sa i takon arrestimit të personave të tjerë, bëhet fjalë për 13 persona që tashmë nuk janë dhënë trangat
e policisë duke mos u ekzekutuar vendimi i gjykatës. Një pjesë e tyre të paktën sipas policisë nuk ndodhen në vendin tonë, por të është kërkuar edhe bashkëpunimi i vendeve të tjera me qëllim gjetjen dhe më pas kthimi në Shqipëri, nga ku pritet edhe të përballen me akuzat e ngritura nga ana e prokurorisë. Qartë Enkeleta, falenderoj për raportimin tënd lidhur me këtë seancë, ndërkohë ne do të ecim më tej. Kreu i qeverisë Edi Rama ka publikuar sot pamjet nga pritja e veçantë që u bën në Selin e Shenjtë ku takoi edhe Papa Leonin e 14. Vizita në Vatikan e kryeministrit Rama ishte me ftesë nga Selia e Shenjtë. Kryeministri ka shpërndar në rrjetet e tij sociale pamjet nga të gjitha takimet që zhvilloi për 2 ditë në Vatikan. Në të parin takim me Papa Leonin e 14, kryeministri i shoqëruar nga bashkëshortja dhe djali i tyre i dhuroi atij të shenjtë ikonat e Zojës së Këshillit të Mirë, të Papës Shën Leoni i Madh dhe Shën Agustinit, medaljonin e 100 vjetorit të urdhrit të Skënderbeut, si dhe botimet e fundit të Arte e Trashëgimi, libër ku pasqyrohet trashëgimia katolike shqiptare. Veç takimit me Papën në Vatikan, Rama u pritet nga kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit të shenjtërisë së tij dhe arqipeshkvi Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Siç njoftoi Vatikani, Rama dhe Parolini kanë diskutuar veç për marrëdhënie të mira ekzistuese midis Selisë së Shenjtë dhe Republikës së Shqipërisë dhe për situatën në Ballkanin Perëndimor e për përparimin e Shqipërisë drejt integrimit të plotë në Bashkimin Evropian. Kryeministri bëri homazhe dhe në Bazilikën Santa Maria Maggiore ku prehet trupi i Papa Franceskut, si dhe vizitoi bazilikën ku ndodhet shëmbulltyra e Zojës së Këshillit të Mirë, që njihet edhe si Regjina di Albania, mbretëresha e Shqipërisë, ku bëri dhe një lutje në shqip. Mbrojë Shqipërinë, ndriço mendjet tona dhe na bëj të jemi gjithmonë besnik ndaj birit tënd, Jezusit. Kryetari i Partisë Demokratike thot se pengimi i drejtësisë për dosjet e SPAK për qeverinë po rrezikon procesin e integrimit. Berisha përjashtoi çdo mundësi bashkëpunimi me mazhorancën për të ndryshuar ligjet e reformës në drejtësi. Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se po rrezikon integrimin e vendit në Bashkimin Evropian pas mbërritjes sipas tij të disa dosjeve të SPAK-ut për qeverinë, në tryezën e grupit të punës për zgjerimin dhe vendet që negociojnë antarësimin në Union. Edi Rama është në rreth të kuq. Burime shumë serioze informojnë për diskutimet e gjëra që po zhvillohen në kancelaritë europiane dhe në Bashkimin Evropian, në të cilat nuk përjashtohet dhe opsioni i zhbërjes së plot të procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për shkak të këtyre qëndrimeve antikushtetuese, antidemokratike, antiligjore që mban Edi Rama në rastin e dosjes Balluku dhe Akshi. Kryedemokrati mohoi çdo formë bashkëpunimi me majorancën për të ndërhyrë në ligjet e drejtësisë, duke i cilësuar legjitime kërkesat e gjyqtarëve, pas prishjes së piramidës së pagave që tha se Edi Rama bëri për qëllime personale. Partia Demokratike zbahet thjesht në absolute asnjë ndërhyrje. Gjykatësit dhe prokurorët e vendit kanë të drejtë 100% të refuzojnë një piramidë rrogash e cila është ndërtuar totalisht mbi baza qëllimesh të zeza politike. Jashtë akuzave nuk laj dhe kreun e kuvendit për censurim të mesazhit të dhënë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Citoj fjalë për fjalë. Lufta kundër organizatave kriminale transnacionale, çka parakupton rrezikun që kartelet shqiptare të drogës, organizatat e drogës paraqesin për vende të tjera. Niko Peleshi që bën këtë censurë është bashkëpunëtor në krimet e Edi Ramës. Për të gjitha ato që i cilsoi aferat të qeverisë, tha se zgjidhja mbetet vetëm revolta popullore. Ndaj dhe 10 shkurti është ditë e vendosmërisë për të marrë fatin në dur. Në daljen e kësaj të premte, Berisha ftoi banorët e zonave të përmbytura që të jenë në gatishmëri në rast të përkeqësimit të motit, pasi sipas tij qeveria nuk ka marrë asnjë mas për përballimin e situatës. Dhëndri ish kryeministrit Sali Berisha Jamarbër Maltezi akuzon SPAK-un se ka mashtruar dhe manipuluar vendimin e qeverisë për privatizimin e ambienteve të klubit Partizani. Ai thot se mes prokurorit dhe gjyqtares ka komunikime ekstraligjore.
Jamarbër Maltezi ka akuzuar SPAK-un për manipulim provash gjatë hetimeve për çështjen e njohur si dosja Partizani. Në një konferencë për mediat, Maltezi paraqiti 5 shkelje që sipas tij prokuroria e posaçme ka kryer, të faktuara edhe nëpërmjet komunikimeve ekstraligjore që kanë pasur prokurori dhe gjyqtari i çështjes dhe për këtë arsye, ky proces sipas tij duhet të ishte nul. Që me datë 20/10/2023 Arben Kraja dhe Mehmet Rumullaku e dinin që me datë 21 të nesërmen, Irena Gjoka do nxirrte vendimin siç e kishte kërkuar prokuroria. Kemi parasysh që në Gjermani vetëm pak muaj më parë një akt gjykim i formës së prerë për vrasje është hedhur në kosh perave sepse u vërtetua që kishte një komunikim ekstraligjor mes prokurorëve dhe gjyqtarëve. Kjo ndodh në shtet ligjor. Një tjetër fakt i publikuar është dhe privatizimi me letra me vlerë i një pjese të pronës në kompleksin Partizani. Jamarbër Maltezi deklaroi se gjyqtarja dhe prokuroria, pas komunikimeve mes tyre, mbërritën argumente të pasakta dhe false, duke pretenduar favorizimin e pronarëve nga VKM-ja e 2008-s e shpronësimit. Ky është komunikimi i dytë ekstraligjor, në të cilin qysh vendimi i Irena Gjokës i datës 20/10/2023 kishte një element të veçantë. Fliste për sikur VKM-ja për përdorimin e bonave të Sarit për privatizim ishte shfuqizuar 7 muaj më pas. Thuajse të njëjtin tekst e paraqiti prokuroria për herë të parë 2 muaj më pas. Pra nuk e kishte vënë prokuroria kur ja kishte çuar këtë kërkesë. Çfarë kishte ndodhur? E kishte zbuluar këto ditë me të vetën e kishte zbuluar këto ditë pasi që ja kishte dhënë. Por Maltezi thotë se gjyqtarja dhe prokuroria jo vetëm kanë komunikuar, por kanë mbërritur në një gënjeshtër. Pse është gënjeshtër? Sepse VKM-ja për letrat me vlerë e 2008-s paraqitet në foton lart, në të cilin ka 2 paragraf. Paragrafi i parë bën fjalë për ato që e fitojnë përmes procesit ankandit, blerje përmes ankandit. Paragrafi i dytë bën fjalë për pronarët e tokës, që mund përdorin letrat me vlerë. Është hequr vetëm e drejta për ato që e blinin me ankand, jo për pronarët e tokës. Urdhëku i kemi mashtrim kur arrin prokurori dhe gjyqtari të gënjejnë deri me përmbajtjen e VKM-s. Maltezi deklaroi se nuk ka asnjë vendim nominativ të qeverisë Berisha për ta favorizuar në projektin e ndërtimit. Për këtë, theksoi se SPAK nuk e çon ligjin në kushtetuese. Prokuroria politike nuk ndihet, por sulmon qartazi pronarët dhe opozitën. Pra, sulmon për arsye politike kundërshtarët politik të Edi Ramës. Maltezi deklaroi se çështja ku ai dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha janë marrë të pandehur ndodhet në Strasburg me 10 shkelje dhe po shqyrtohet, ndërsa tha se gjykata kushtetuese po përdoret politikisht dhe se hetuesit politik po përndjekin Partinë Demokratike. Rreshjet e shiut kanë rikthyer sërish përmbytjet në vendin tonë. Himar përroi që kalon në mes të qytetit doli nga shtrati duke përmbytur disa rrugë, ndërsa në Durrës pati rrëshqitje e dherash në zonën e Currilave. Sinoptikanët nga ana tjetër thonë se i gjithë muaji i shkurt do të jetë me shi. Rreshjet e shiut që kanë përfshirë vendin kanë shkaktuar sërish përmbytje në disa zona të Shqipërisë. Për shkak të rreshjeve me intensitet të lartë ka dalë nga shtrati përroj që kalon në mes të qytetit të Himarës. Nga dalja e përrojit janë përmbytur disa banesa dhe rrugë periferike. Përmbytjeve nuk i ka shpëtuar edhe Komisariati i Policisë së Himarës në katin e parë të tij. Autoritetet vendore u kanë bërë thirrje qytetarëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme derisa të përmirësojnë kushtet e motit. Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje në rrugë, toka dhe banesa edhe në Qeparo. Në qytetin bregdetar të Durrësit situata u rishfaq problematike. Në rrugët pranë stadiumit Niko Dovana dhe pranë shëtitores Taulantja, niveli i ujit kaloi mbi trotuar, duke shkaktuar vështirësi në lëvizjen e automjeteve. Në zonën e Currilave, si rezultat i rrëshqitjes së dherave, u bllokua rruga kryesore që lidh Currilat me sheshin Taulantja. Autoritetet po punojnë për zhbllokimin e njërës anë të rrugës, ku kalimi përkohësisht po kryhet vetëm në një korsi. Sipas sinoptikanëve, për shkak të motit të paqëndrueshëm, rreshjet e shiut do të jenë më intensive në ultësirën perëndimore, ndërsa në zonat malore rikthehen rreshjet e dëborës. Ultësira perëndimore kryesisht të ketë rrebeshë shiu, rikthehet dëbora në të gjithë zonën malore. Më së shumti
presim dëbor në zonat veri dhe verilindje. Fundjava do të sjellë një rënje të intensitetit të rreshjeve, por do të shoqërohet me ulje të temperaturave. Parashikohet në fakt që temperaturat gjatë këtyre ditëve fundjavë dhe javën që vjen të jenë tipike të shkurtit. 3-4 gradë janë në zonat malore më të ulta dhe maksimumet do të jenë 14-15 gradë. Sipas sinoptikanëve, gjithë muaji i shkurt pritet të jetë me rreshje shiu ndryshe nga një vit më parë. Shumë qytete në Spanjë dhe Portugali vjojnë të jenë në ujë për shkak të stuhisë që ka goditur gadishullin iberik. Për shkak të situatës së krijuar janë evakuuar mijëra njerëz nga banesat e tyre. Stuhia Leonardo që ka përfshirë gadishullin iberik prej disa ditësh ka shkaktuar dëme të shumta. Në Portugali, një burr humbi jetën pasi u përfshi nga një rrjedhë fuqishme ujë. Nga pamjet e publikuara këtë të premten, në qytetin Alcacer do Sal në Portugali, duken përmbytjet e mëdha pas daljes së lumit nga shtrati. Autoritetet lokale lëshuan paralajmërime të reja për rrezik përmbytjesh dhe organizuan evakuime në zonat më problematike. Në Spanjë, ekipet e shpëtimit vijuan kërkimet për një grua që u mor nga lumi, teksa përpiqej të shpëtonte qenin e saj. Autoritetet urdhëruan evakuimin e rreth 1500 banorëve të fshatit malor Grazalema, si edhe banorëve të qytetit fqin Benaojan. Uji deportoi në banesa dhe mbuloi rrugicat e Pjerta me kaldrëm, duke vënë në rrezik zonat e njohura turistike. Stuhia Leonardo është e fundit pas 6 stuhish dimërore që kanë goditur Portugalin dhe Spanjën që nga fillimi i vitit 2026. Gjykata ka lënë në burg efektivin e policisë që u kundërpërgjigj me armë zjarri autorëve të atentatit pranë një berberhane në Ril të Lezhës. Para gjykatës, ai tha se kishte qelluar për të neutralizuar situatën. Policia i patrullës Besart Kovaçi do të qëndrojë në qeli pa afat me vendim të gjykatës së Lezhës. Ai është vënë në hetim nga prokuroria për dyshimet se ka shpërdoruar detyrën në përfshirjen e tij në përplasjen me armë në një berberhane në Ril të Lezhës. Në seancën për caktimin e masës së sigurisë e zhvilluar me dyert të mbyllura, efektivi mohoi akuzat dhe tha se ka qelluar për të neutralizuar situatën në të cilën u gjend. Ngjarja e rëndur regjistruan mbrëmjen e një shkurtit ku sipas policisë 3 persona shkuan pranë berberhanes duke qelluar me armë, por u hasën në përgjigje me të shtëna nga brenda saj. Policia shpalli në kërkim 4 persona si të përfshirë në përplasjen me armë zjarri, ku mbeti i plagosur pronari i berberhanes Sokol Daci. Ecim në teme të tjera zhvillime, lehtësohen procedurat e qëndrimit në Shqipëri për të huajt që kanë zgjedhur të punojnë në vendin tonë. Ata do të pajisen me vizë dhe leje unike, ndërsa aplikimi do të bëhet vetëm përmes e-Albanias online. Të gjithë huajt të cilët do të punojnë në Shqipëri si punëtor shtëpie tashmë do të pajisen me leje unike. Për herë të parë Ministria e Brendshme ka hartuar bazën ligjore për pajisjen me vizë dhe leje qëndrimi unike edhe për këtë kategori. Kjo edhe nisur nga numri i lartë i punonjësve të huaj kryesisht nga Filipinet që kryejnë rolin e kujdestares së fëmijës në shtëpi apo për të moshuar. Ndryshimet synojnë rregullimin dhe qartësimin e procedurave të aplikimit online për vizë dhe leje qëndrimi unike, duke lehtësuar procesin për aplikuesit dhe qartësuar më tej institucionet përkatëse të përfshira në procedurë. Një element i rëndësishëm i rishikimit është edhe përcaktimi i kritereve të posaçme për përfitimin e lejes unike si punëtor shtëpie. Ky përcaktim synon formalizimin e kësaj kategorie punësimi dhe mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve. Aplikimi kryhet elektronikisht përmes portalit qeveritar e-Albania dhe i drejtohet autoritetit përgjegjës për kufirin dhe migracionin. Aplikanti ngarkon dokumentacionin dhe plotëson formularin elektronik sipas këtij vendimi. Ndryshimet synojnë rregullimin dhe qartësimin e procedurave të aplikimit online për vizë dhe leje qëndrimi unike, duke lehtësuar procesin për aplikuesit dhe qartësuar më tej institucionet përkatëse të përfshira në procedurë. Për ta bërë procesin të gjurmueshëm dhe për të shmangur tregun informal të punësimit, punëdhënësi dhe punëmarrësi duhet të deklarojnë online pozicionin e punës, pagën mujore bruto, si dhe afatin e kontratës. Vendet e Bashkimit Evropian vjojnë të thithin profesionistët e kualifikuar edhe nga Shqipëria. Sipas Eurostat, në 11 vitet e fundit janë dhënë mbi 5400 leje qëndrimi dhe pune të njohura ndryshe si karta blu kryesisht nga Gjermania.
Shqipëria nuk po humbet më thjesht krah pune, por motorin e saj të zhvillimit. Të dhënat e fundit të Eurostat konfirmojnë se Europa po vlerëson gjithnjë më shumë talentet shqiptare përmes kartës blu, e cila është leje unike për talente, që u jepet vetëm personave me kualifikim të lartë nga vendet jo anëtare, që nga viti 2014 mbi 5400 shtetas shqiptar kanë përfituar kartën blu. Ndonse viti 2021 mban rekordin me 882 karta, tendenca mbetet e fortë, pasi edhe në 2023 janë lëshuar 825 karta të tilla, ndërsa në 2024 ishin 592. Vendi që thith më shumë shqiptar të kualifikuar mbetet Gjermania. Në vitin 2024, rreth 87% të gjitha kartave blu të lëshuara për shqiptarët erdhën nga Gjermania me një total prej 513 lejeve të tilla. Më pas renditet Italia dhe Austria, ndërkohë që një vend tjetër që thith talente nga Shqipëria është edhe Polonia. Për të përfituar këtë status, një profesionist shqiptar duhet të paguhet me të paktën 43.000 euro në vit, apo rreth 3.600 euro në muaj. Sektorët më të prekur janë teknologjia e informacionit dhe mjekësia. Një raport i fundit i Bersh tregon se tashmë 23% e popullsisë arsimuar të vendit tonë ka emigruar. Përfaqësuesit e Washingtonit dhe Teheranit nisën këtë të premte bisedimet për uljen e tensioneve që rrezikojnë të shpërthen një luftë të madhe në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që Irani të heqë dorë nga programi raketor që refuzohet kategorikisht nga njerëzit e Ajatollahut. Në Oman ka nisur këtë të premte bisedimet e nivelit të lartë mes Washingtonit dhe Teheranit për të shmangur një sulm ushtarak amerikan. I dërguari presidentit Trump, Steve Witkoff, dhe kryediplomati iranian Abbas Araghchi po ballafaqohen në Muscat me ndërmjetësimin e autoriteteve vendase në një përpjekje të fundit për diplomaci. Në qendër të tryezës janë programet bërthamore dhe raketore të Iranit, ndërsa SBA kërkon ndalimin e menjëhershëm të zhvillimit të raketave balistike si garanci kundër prodhimit në të ardhmen të armëve të shkatërimit të mas. Teherani refuzon duke e quajtur programin raketor çështje sovraniteti. Washingtoni dyshon se zhvillimi paralel i këtyre dy programeve ka një qëllim të fshehur, krijimin e armëve të shkatërimit të mas. Ky dialog zhvillohet nën hijen e flotës masive amerikane të pozicionuar në Gjirin Persik si mjet presioni ndaj Republikës Islamike. Megjithëse sulmet e përbashkëta me Izraelin në qershor dëmtuan kapacitetet e Iranit, tensionet u rindezën pas shtypjes së dhunshme të protestave të këtij fillim viti. Donald Trump ka urdhëruar grumbullimin e forcave jo vetëm për mbrojtje, por si ultimatum që Teherani të ndalë dhunën ndaj opozitës dhe të pranoj kushtet e reja të negociatave. Ambasadori amerikan në Poloni ndërpreu zyrtarisht çdo kontakt me kryeparlamentari vendas në një akt të pazakontë, shkak u bën replikat në distancë për Nobelin e Paqes që Donald Trump nuk e mori. Përplasje e pazakontë në Varshavë, ku ambasadori amerikan Tom Rose ka ndërprerë zyrtarisht çdo kontakt me kreun e dhomës së ulët të parlamentit polak, Vlodimir Szczajasti. Vendimi erdhi pasi Szczajasti refuzoi të mbështeste kandidaturën e Donald Trumpit për çmimin Nobel për paqen, duke cilësuar presidentin si figurë që nuk e meriton çmimin dhe ka destabilizuar rendin botror. Ambasadori amerikan i cilësoi deklaratat si fyerje të ashpra dhe të paprovokuara, duke u shprehur se nuk do të lejojë askënd të dëmtojë marrëdhënie dypalçe apo të shfaqë mungesë respekti ndaj Trumpit. Nga ana tjetër, Szczajasti argumentoi se Trump ka fyer ushtrinë polake dhe ka përdorur politikën e forcës, duke përmendur kërcënimet për bler Groenlandën dhe presionin ndaj organizatave ndërkombëtare. Kryeministri Donald Tusk reagoi ashpër duke i kërkuar ambasadorit respekt dhe jo leksione, gjë që nxiti një përgjigje ironike nga Rose, i cili pyeti nëse Shtetet e Bashkuara duhet i tërheqin trupat dhe pajisjet nga Polonia. Ndonse Polonia mbetet aleat kyç i NATO-s, kjo kornizë ka nxjerrë në pa ndarjet e thella politike në Varshavë lidhur me qasjen America First në administratën Trump, që mbështetet nga presidenti nacionalist i Polonisë, Karol Nawrocki. Dhe me këtë lajm kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë në takofshim.